Në qoftë se zgjidhja që u ngelet shqiptarëve është largimi, kjo është fatkeqësi e madhe, jemi të dënuar pastaj. Ti përmendëm në fillim edhe këto 200 shkolla që premton se do ndërtoj, domethënë ndërkohë është një lagje e tërë se ajo e Astiri me 78.000 banor që për mandat pas mandatit e Edi Ramës ende nuk ka një shkollë. Atëre kur ky nuk plotëson dot nevojat jetike, bazike siç janë shkolla, domethënë, dhe çdo centimetër katror që dikur ka ekzistuar si një park lojrash, si një fushë sporti, si një lulishte, si një hapësirë që i mundson qytetit të marrë fryme pak, fjalë fëmijëve të shoqërizohen poshtë pallatit, si çdo qytet i bazuar në një planifikim urban, është zaptuar nga kullat. Kulla përmbi kulla, përballë kullave, mbrapa kullave, kemi vetëm kulla, sepse kulla janë ato që mundsojnë, ne kemi thënë edhe tjera, pastrimin e parave dhe si thua fitimet e shpejta me kosto relativisht të ulta. Kështu që të flas për parqe lojrash kur ka zaptuar gjitha hapësirat e tjera të Tiranës, deri në ata pikë sa ka bllokuar trafikun, deri në atë pikë sa herë bie një shi, nuk ka balt që të filtroj poshtë, po i gjitha bie në asfalt ose në terracat e kullave, dhe rrjedhimisht përmbytet qyteti. Është kjo tallje e radhës, po si thua, vazhdojmë ta denoncojmë, megjithatë duhet që qytetarët e këtij vendi të reagojnë. Format e reagimit janë të shumta. Një formë është vota, shumë forma tjera lidhen me protesta, me organizime, me tubime.